po bëjnë shkrirjen e buzës ose mollzat që ishin të tepruara, sa më natyrale gjithmonë do dukesh më mirë. Ka filluar por tani ka filluar edhe një gjë që është bërë e mirë. Ja kanë nisur që të shkrihen. Dhe kjo është gjë shumë e mirë, sepse një periudhë kanë qenë të eksagjeruara dhe më duket sikur të gjitha vinin në një vend, por sot janë vetësuar dhe po bëjnë shkrirjen e buzës ose mollzat që ishin të tepruara. Gjë e mirë. Pra këto vinë më avancime, mendojnë duke i parë gjëra që njeriu sot duhet të duket sa më natyrale, duke gjithmonë më bukur, mendoj unë. Po pikërisht çka na kanë ndikuar ndoshta edhe neve kështu si shoqëri shqiptare. Fillimisht trendi i fillerave, botoksave, ndoshta vetë të egzageruara, tash prap po kthehemi nga natyralja? Natyralja, sepse sidomos ne që kur shikojmë në shtetet arabe më shumë, ato janë të egzageruara dhe nuk e di pse ka qenë ajo lloj kënaqësie që dhe ne bëhemi si ato, do të thotë, sepse kur ti shikosh italianet, gjithmonë ato kanë bërë dhe bëjnë vazhdimisht, por nuk është që ta ka vrarë syrin, përkundrazi janë dukur shumë natyrale dhe ti ke thënë, wow, sa mirë duket, por realisht ajo është komplet ndoshta e bërë në një farë mënyre, por është diskrete. Prandaj dalim prapë tek ajo fjala që e thash më herët, sa më natyrale gjithmonë do dukesh më mirë. Ti kanë dëgjuar këshillat edhe në këtë aspekt? Se i përket egzagerimeve ndoshta ndonjëherë? Po. Si që thash, unë dhe klientët që i kam goxha në një nivel që e mbajnë veten e tyre, e din shumë mirë, bëjmë pyetje se çfarë është kjo, që është shumë e rëndësishme, që shumican e dëgjoj, që po mirë pyesni me çfarë produkte shpunojnë ose a e dini për e ardhin? Jo, nuk është shumë e rëndësishme, vetëm ulem dhe ajo aplikon. Ajo është një mungesë informacioni që është shumë e rëndësishme se cila kliente kur vete në një qendër të di dhe të flasi paraprakisht që çfarë produkti duhet, që dhe ajo të jetë më okej me veten e saj, por edhe njëkohësisht të di se çfarë kemi aplikuar tek klienti. Kështu që klientët e mia këtë gjë e bëjnë gjithmonë dhe unë jam e kënaqur me këtë gjë, sepse e para punës janë dhe kërkuese, ndoshta i kanë dhe 2-3 ide të tjera, por kur ja shpjegoj, ndoshta s'ka nevojë fare për atë gjë, por e din shumë mirë për çfarë shërben ai trajtim ose qoftë edhe një krem që e blen tek neve për shkak. Pavarësisht gjitha atyre pyetjeve që ndoshta i bëni klientës, ka ndodhur ndonjëherë me u shkaktuar ndonjë reakcion alergjik apo çka do qoftë, me u përballë me ndonjë situatë jo të lakmueshme? Realisht, ndoshta njerëzit do mendojnë që kjo nuk e tregon, jo, nuk më ka ndodhur. Nuk më ka ndodhur, vetëm një herë më ka ndodhur para shumë vitesh, ka qenë tek pjesa e dekolorimit, që më ka ardhur një kliente, dhe unë gjithmonë i bëj testin fillimisht të alergjisë, sepse ishte një kliente e re për mua, motrën e saj kisha shumë kliente të mirë me vite, por zonjë në fjalë jo. Dhe i thash që do të bëj testin që të shikojmë. Ajo tha nuk ka problem, tha sepse unë mos e bëj, nuk jam alergjike dhe këto. Aty ishte pak dhe fajim, sepse unë e dëgjova dhe nuk ja bëra testin. Dhe në një moment, unë e shikoj që ajo direkt merr një reakcion që fryhet. Dhe i them direkt, jo, thot, mos e laj, nuk ka problem, thot, se unë gjithmonë thot, kështu më ndodh, kurse në të kundërtën mua më tha tjera fjalë, kështu më ndodh, thot, edhe nuk ka gjë, thot. Mbaroj, thot, unë pit një kokër, thot, e më kalon, ose vete deri në spital. Nuk e ke iden sa keq jam ndier unë.